Argëtim, mësim dhe miqësi për fëmijët e Shkodrës. Bashkia e Shkodër ka çelur zyrtarisht sezonin e dytë të kampit veror i buzëqeshjin verës, duke i dhënë hapësirë dhe mundësi rreth 150 fëmijëve nga komunitete të ndryshme të përjetojnë një verë ndryshe, plot lojra, krimtari dhe emocione pozitive. Kampi është ndarë në dy faza, ku 75 fëmijë marrin pjesë në javën e parë dhe 75 në javën e dytë. Aktivitetet po zhvillohen në qendrën komunitare Xixëllonjat me pjesëmarrjen e fëmijëve përfitues nga rajonet 1 dhe 2 të Bashkisë Shkodër. Kampi ofron lojra bashkëpunuese, aktivitete kreative dhe vizatime, art, këngë dhe muzikë, takime ndërgjegjësuese me prindër, mjedis të sigurt dhe të përfshirjes për çdo fëmijë. Ky kamp synon të jetë një eksperiencë e paharrueshme për fëmijët, duke ndërtuar argëtimin dhe zhvillimin personal dhe emocional të tyre. Fëmijët meritojnë një verë me buzëqeshje. Kampi i buzëqeshjin verës është një tjetër dëshmi e përkushtimit të Bashkisë Shkodër për mirëqenie dhe zhvillimin e brezit të ri.